Në orën 18:15, Erion Velia bisedon në lidhje me thirrjen e Ajolës në ambasadën amerikane, ku i thot se nuk ka pse të shkoj dhe se është administrat tjetër. I thot se kur të vijë Aleksi, do të rregullojnë gjërat dhe s'ke nevojë t'u japësh llogari palëve që nuk janë vendi yt. Filluan pra kështu me njëherë pa tranzicion, pikërisht me përgjimet që ka publikuar Elvi Fundo i CNA-s, zënja zotrin. Duhet t'i jap fjalën me njëherë Flogert Muçës. Flogert, ku duhet të vijë Aleksi? Kur duhet të vijë Aleksi? A ka ardhur Aleksi apo jo gjatë kësaj periudhe? Dhe nëse vjen, ose nëse ka ardhur, çfarë ka në dorë Aleksi për ndihmuar Erion Velin? Unë e bëra këtë pyetje, po ti ndërkohë mund të zgjerohesh pak më shumë. Qartë. Vetëm se dua të kujtoj që ky do jetë një debat midis jush dhe nuk do jetë monolog. Kështu që her pas here, Sigurisht. kur do rrim tjetri hapini kraun. Sigurisht. Aleksi, në qoftë se flasim gjithmonë për Alex Soros, dhe nuk mund të jetë, ose ka një Alex tjetër në ambasadën amerikane që ne nuk e dim. Tani, le të bijem dakord që është Alex Soros. Alex Soros nuk ka ardhur në Tiranë. Ky është fakt, paktën publikisht. Ere fundit e ti që ka qenë që ka ardhur në Tiranë, kur ka qenë, dim? Në mos gabofsha ka qenë kur këtu ka qenë i pranishëm ish presidenti ose presidenti amerikan Bill Clinton. Jo Bill Clinton, o burr. E ke fjalën për Bidenin? Bill Clinton. Po jo, o burr. Po more. Aleksi ka ardhur gjatë kohës Bidenit më burr, Bill Clinton, Alex Sorosi? Bill Clinton që erdhi në Tiranë çan. Ma në burë se në gatrove, mos e në kohën që ishte president Bill Clinton. Jo. Po, bra. Pra, kur ka qenë president Bill Clinton, Aleksi ka qenë 7 vjeç. A i ka 2 vjetë Clintoni që ka në Tiranë, pa më shumë. Atëherë mbaj mend herën e fundit që... Nëse më qënë si ka, vitin e fundit nuk ka qenë Tiranë. Vitin e fundit nuk ka qenë Tiranë. Dhe... pak e çuditshme kjo, po nëjse. Sigurisht që... Në ditime ka qenë para 8 muajsh. 9 muajsh që ka nëzirë dhe i foto me Diramën që janë të dy. Duke u përqafuar. A i vinte shpesh tu, mëse vinte ka zbrit në aeroport në Florës. Jo, nuk është hapur akoma. Jo, maksimumi ai mund të ketë qenë për verë, për pushime. E more vesh se ma kujtoj Ledio, parantez, ka lidhje fare me ngjarjen. More vesh i iku kjo. Ikën kjo kompania gjermane e Miniut. Ikën nga aeroporti i Vlorës. Roqën. Nëse vazhdojmë, mbyllet parantez. Pra, Aleksi nuk ka qenë ndërkohë që ka ndodhur ngjarjet për Velie në Tiranë, Alex Soros. Dhe me sa duket, sigurisht që Alex Soros, Fondacioni Soros ka ndikimin, ka patur dhe ka ndikimin e tij si organizat me bazë në SBA në ambasadën e Shtetit Bashkuara dhe në një farë mënyrë mund të jetë një lloj lobi ndaj Velie që është dhe mik i Alex Soros. Paktën si të tillë e trajtojnë njëri tjetrin. Këtë aspekt mund të them që ka kërkuar një farë mënyre mbështetje nga miku i tij. Unë mendoj që kjo bisedë gjithashtu vërteton dhe atë që ne kemi folur dhe në këtë studio, dhe që është folur shumë në debatin publik, që afiniteti i Partisë Socialiste dhe figurave të saj të larta, siç është zoti Rama, zoti Veliaj, po dhe një sër figurash të tjera, të cilat më përpara kanë qenë të atashuar edhe në lëvizjen mjaft, e cilat dihet që ka qenë një organizatë satelite e sponsorizuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur, po gjithashtu ajo që dyshohej, që zoti Veliaj ka pasur lidhje të ngushta me zotin Soros, dhe këtu kujtoj kur është bërë panajiri dhe hapja e piramides, një nga veprat më të mëdha e cilësonte. Po ashtu gati në çdo evenimenti dhe gjithashtu, nëse u kujtohen ato që tashmë me sa shoh nuk ekzistojnë më, pra ato postimet me vllai im, my bro, love you my bro etj. Çojnë në idenë që ne kemi pasur të drejtur, kemi thënë që zoti Veliaj ka pasur një suport dhe një mbrojtje të veçantë nga figurat drejtuese të kësaj organizate NGO-je, siç është Fondacioni Shoqëria e Hapur. Dhe udhëtimet e Veliajt në Amerikë dhe jashtë vendit gjithashtu tregojnë që ai është munduar dhe lëvizjet e tij kanë qenë pa arritjen e një konkluzioni përfundimtar ose të qëllimit për cilin ai ka ndërmarrë, dhe gjithashtu kjo lloj bisede e fakton që tashmë kemi të bëjmë me një linjë tjetër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në cilën si duket zoti Veliaj nuk ka çarë. Dhe nuk ka arritur domethënë të krijojë kontaktet e duhura për ta evituar këtë arrestim edhe këtë proces ndaj tij. Nëse gjithsesi Erion Veliaj nuk e ka mohuar kurrë që është mik dhe bashkëpunon me Alex Sorosin, nuk e ka patur këtë kompleks as ai as Rama, përkundrazi, e kanë përdorur në favorin e tyre dhe ndoshta ky ka qenë dhe gabimi i opozitës që një fuqi si Fondacioni Shoqëria e Hapur është përdorur si dobësi e tyre. Në fakt,
ti ke qenë ndër të paktë që ke thënë që është fuqia e tyre. Patjetër. Asnjë problem, aleat, shok, mik dhe në një moment kontributi, lobimi e kështu me radhë. Dakor, po unë mendoj që më mirë është të kesh aleat ligjin dhe drejtën se sa Alex Sorosin, sepse rezultatet tregojnë që shif mua, shif Flogeri. Rezultatet tregojnë që do ishte ligji, po të ishte miku i tij ai që do e favorizonte sot dhe jo misia me Alex Soros. Jam dakord, por nga ana tjetër du të kesh parasysh që ai përballjen e ka me Spakun, nuk e kishte në ambasadën amerikane. Prandaj duhej ligji, më shumë mik se sa. Me ligjin po merret ai. Tani ne mund të themi çfarë duam, por fakti që ai Përse mund ta kenë thirrur Marsit në ambasadën amerikane bashortën e zotit Veliaj? Gjithmonë që i thotë ky mos ik, nuk e pse shkosh thot, sepse ja për llogari një palë që nuk është vendi. As se diskutohet çani që gjithmonë kur ambasadat të thret dihet që duhet japësh llogari. Ose të paktën ata interesohen për ngjarje të cilat kanë interes publik. Dhe çfarë e madhe, për çfarë duhet më burr? Ata duan të shikojnë sepse duke qenë se bëhet pjesë e debateve publike dhe dihet që vizat thua. Jo, s'është as pak çështje vize çane. Shiko, ambasada amerikane dhe vizën kuptimin bllokim vize ose jepje ose zgjatje vize. Jo, dihet që ambasada amerikane, pavarësisht të dyja strukturave që kemi sot, edhe ish presidencën e kaluar dhe presidencën aktuale, e cila edhe në raportin e fundit nga Departamenti Amerikan i Shtetit e ka vazhduar suportin dhe mbështetjen ndaj Spakut. Normalisht ata kur ka sulme mediatike dhe sidomos kur ka një fushat agresioni ndaj Spakut, ambasada amerikane gjithmonë ka qenë interesuar dhe gjithmonë është përfshirë. Por pyetja është o Flogert, pyetja është kjo vëlla. Nëse do ishte akoma administrata Biden në pushtet, pra s'do kishte ardhur Trumpi, do kishte një këll që ta fuste Erjo Velia në burg? Seriozisht ma thuaj, tani për te gjuhës drujt, për te... E di çfarë ka ndodhur çan në momentin që është ndruar presidenti SBA-ve? Ambasada amerikane në Tiranë ka qenë në një gjendje heshtje totale. Po, atë kemi vëre. Po. Pra, dukej sikur nuk ka as ambasador. Po nuk ka ambasador. Dhe dukej sikur ishte inekzistente në një farë mënyrë. Dhe në këtë kuptim, ndoshta Veliaj edhe për këtë arsye i ka thënë të shoqës atë që i ka thënë. Pastaj, në qoftë se do ishte administrata Biden, du të kemi parasysh diçka tjetër. Që në qoftë se do kishte Edi Rama, ndikim tek me anë të Alex Sorosit, George Sorosit, tek ambasada amerikane që të mos arrestoheshin të tijët, ma beso që do e kishte përdorur për rastin Beqaj, që e ka mik më shumë se çka Veliajn. Pra e ka mik që nga fëmiria. Qartë. Ose me Dakun që ka deklaruar që e ka mik edhe nëse ai shkon në burg. Në një kohë kur ishte larg qenurit drejt burgut Dako, sepse ishte viti 2017. Më vjen informacion, shumë i besueshëm që më thotë, zoti Çani, zoti Veliaj është takuar me zotin Grenell në takimin e fundit dhe ka marrë mbështetje, por me sa duket, zoti Dumani nuk ha presione. Bravo, prit, e ka thirrur konsullata, më thotë, jo ambasada, dhe kur thret konsullata është pezullim vize. Kështu më thotë. E po s'ka të bëj fare me çështjen atëherë. Pse? Po nuk ka të bëj me çështjen, me llogaritë e kështu me radhë. Jo, po unë mendoj që ka të bëj me çështjen. Nuk ka kërkesë llogarie. Po të ishte për vizën, ai nuk do i thoshte pse shkon. Si? Logjikisht, nëse nuk do kishte të bënte me çështjen, po do kishte të bënte me vizë, me marrje vizë ose me diçka tjetër, ai nuk kishte pse ta ndalonte për të shkuar. Ai normalisht ka merak në lidhje me marrjen pyetje dhe me përgjigjet e zonjës Xoxa, dhe për këtë gjë është interesuar dhe kjo është arsyeja pse mendoj që ka ndaluar të shkonte. Ka diçka këtu Çani, duke qenë se jemi te Alex Soros. Nga burimet e mia, brenda vetë organizatës Shoqëria e Hapur, sepse është në fundit një organizatë me interesa politike dhe me interesa të caktuara, thuhet që ka një dualizëm ose një dyzim midis kastës vjetër dhe kastës tre. Që do të thotë kasta e re, e cila udhëhiqet nga Alex Sorosi ose përfaqësohet nga Alex Sorosi, do të shfaqet më shumë publikisht. Pra të jetë më shumë angazhuar në krah të politikanëve të caktuar, siç ishte edhe rasti në zgjedhjet e fundit në Amerikë, ku ai doli për krah zonjës Harris dhe deklaroi që kjo është kandidata më e mirë që kemi tjetër. Ndërkohë që një linjë tjetër, të cilës mendoj që i përket dhe zoti Rama, ka interesin që mos jetë kjo shfaqje kaq e dukshme. Për shembull, siç ka qenë vetë George Soros i vjetri. Nëse u kujtohet, George Soros nuk është se dilte kaq shumë me figurat politike në mbështetje kaq të hapur. Ky dualizëm mendoj që ka qenë dhe gjithashtu një nga arsyet për cilat do flasim më pas të këtij konflikti. Atëherë, në orën 10, zonja Zotëri, të gjithë që mbrini tani në orën 22:11 minuta, do të kujtoj që jemi live këtu në MCN, siç do të marrë të mërkurë dhe të prente, por dhe në live stream, pra jemi live dhe në YouTube të faqja i Tregon Ledio her pas here. Jam me Marsit Gupin dhe me Flogert Muçën, një kulturalisht djathtas dhe një kulturalisht majtas, në këtë debat ku sonte do të hedhim dritë mbi përgjigjet e reja që kanë dalë në treg
dhe duhet thënë i parë që ka edhe në treg është Elvi Fundo i CNA-s. Dhe duhet thënë bravo Fundo. Erion Veliaj shpreh i shqetësuar se arbrit vllai, domethënë, i kanë thënë që të bëjë çantat gati për të transferuar në një burg tjetër. I kërkon që telefonoj Meron bazën e gazetës Tema, apo jo? Po. Rogert. Po. Gent Sulën, ndërtuesin. I cili është gjithashtu dhe një nga subjektet që është pjesë e procesit, masës sigurimit. Të gjithë thot, që të merre me Dibranin, ti thonë boll se e ke tepruar. Dibrani i bie të jetë me logjik. Ka disa Dibran. Po, i bie të jetë ministri I drejtësisë. për burgun, për transferimin nga burgu, ministri i Dhe për drejtësisë. njeriu i cili është në krye të gjatë administratës burgjeve, i cili është vetë ministri i Por ne- drejtësisë. Prit një sekond, në orën 11:29, Ajola Xhoze bisedon me Erion Velien ku e vënë dijenin në lidhje me takimin e saj në prokurori. I tregon se prokurori e ka vënë dijeni që do të shtohet dhe një akuzë tjetër, për cilën Erioni shprehet hap thonjza çfarë maskaraj për prokurorin. Ajola Xhoze i thotë se avokati i ka thënë ndoshta në këtë formë të mos flasim më nëpër media. Pra, ta ulim pak Po, dozën e. agresivitetin. Por Erion Velia i thotë të haroj dhe se do ta bëj copë për ditë. Në bisedë gjithmonë duhet ta vënë kontekst këto përgjime. Këto janë bërë në momenti kur Erion Velia ishte në burg Dhe priste nga shkallë e masën. parë dhe priste masën e apelit me shpresën që do lironin. Po. Pra, jo më mbrapa. Më mbrapa nuk ka folur më. Nuk ka folur. Erion Velia i thotë të haroj dhe se do ta bëj copë për ditë. Në bisedën të mirë tyre Erion Velia i kërkon Ajolës që të telefonoj Meron dhe Genti Sulën. Dhe t'i vënë dijeni se po insistohet që Erioni transferohet në Tiranë, në burgun që ai e quan Alcatraz. Për publikun që nuk e di, Alcatraz në fakt është një burg i sigurisë lartë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Në cili ka qenë i dënuar dhe Al Capone. ku ka qenë edhe vetë Al Capone, po. Atëherë, i kërkon që Genti dhe Mero t'i thonë mos ta bëj këtë gjë dhe se po e tepron. Pra, mesazhi është për Ulsion. Si i thot Berisha, Ulsiziu. Uluziu. Ulsimanja, po. Bisedën me Genti dhe Meron e kërkon që ta bëj si nder personal, se Erioni po luan mëndsh. Pra i ka thënë, unë po luaj mëndsh. Marsit? Po shkurt të lutem, shkurt se duhet ta bëj debat me Flokertin. Gjithmonë tek personazhet e fuqishme politike ka dy qasje. Në raport me masa sigurimi ose në raport me dënimet penale. Një, ose i përballojnë ato dhe vendosin të heshtin, dhe këtu kemi rastin për shembull të maksi procesit të madh në Itali në vitin 91, i cili shumë i ngjashëm me situatën aktuale në Shqipëri, ku realisht figura si Pippo Kalo, Liço Xheli dhe një sër figurash të tjera, të cilët kanë qenë pjesë e administratës lartë, e shërbimit sekret, e bankave, heshnin, ndërkohë që ka pasur dhe figura të cilët nuk e përballuan presionin, siç ka qenë Vito Ciancimino, që ka qenë dhe kryetari i Bashkisë Palermos në atë kohë, dhe që është një figurë që ka shumë ngjashmëri me Erion Velien, sepse gjatë kohës që Ciancimino ka qenë kryetari i Bashkisë, atë ka ndodhur bumi më i madh i ndërtimeve, i kullave, ka një ngjashmëri shumë të madhe. Dhe Vito Ciancimino ishte një nga figurat më pas që u bë pentito, dhe që po ashtu bashkëpunoi dhe ndihmoi në kapin e Totorinës, në tregimin e lidhjeve midis Totorinës dhe Androtit, i cili ka qenë kryeministri i kohës. Shiko çani, gjithmonë pjesa kur dikush thotë nuk po duroj dot më, nuk po luaj më, etj, tregon që është momenti në cilin do marrë një vendim, ose do bëhet pentito, dhe do tregoj gjithë sa di, pra është një formë kodi dhe kërcënimi, prandaj i thotë thuaj që Erioni po luan mëndsh. Pra ose veproni tash, dhe kjo situatë në cilën unë jam këtu brenda duhet zgjidhet, ose unë do flas, sepse ndryshe nuk duroj dot. Roger, ti ke një mendim me Marsitin? Me pjesën e fundit. Për këtë pjesë, me pjesën e fundit jo, se pjesa tjetër është histori. Jo, me pjesën e fundit po them. Pjesa tjetër është kontekst dhe precedenti gjash. Po. Erion Veliaj, për t'i quar llaf Ramës që o më shpëto o unë fola, nuk i thot Gentit edhe Meros që t'i thot Ulsiut. E ka thënë dhe publikisht me dardhat dhe me mollë mashkine, kur janë dënuar drejtorët që ose të kujtohet të 5D-s. Njësoj si shka ngrënë të tutit, tha dardha, dhe mollë hajnë dhe këta të mitë. Ne mund të lëmë dhe ashtu. Por e vërteta është që ajo ka qenë një deklarat e bërë nga Erion Veliaj dhe e retweet dhe e rishpërndar nga Edi Rama. Që mua më letë kuptohet që është një deklarat i përgatitur bashkërisht. Okej, kalojmë atë moment. Mbajtur njëjtën linjë. Këtu të vim te kjo. Te kjo pikë tani, Edi Ramës nuk ja çon llafin nëpërmjet Meros dhe Gentit që t'ja thot Ulsiut që t'i shkoj Ramës. Ai nuk e ka ditur. Vetëm një fjali të them. Ai nuk e ka ditur. Rama është detyruar ta shpërndajë atë status, sepse siç thot një shprehje filozofike që është pak e fortë, përdhunimi që nuk mund të evitohet duhet shijohet. Në moment që ti nuk je se si të reziston. Tani që Edi Rama të detyrohet. Duhet bëhesh sikur je pesh vetë. Jo, po që Edi Rama të detyrohet
duhet një gjë e madhe. Edi Rama nuk e detyron dot njeri sepse mund ta kishte lënë heshtje sepse ata që donin thonin që ka një përçarje këtu e thanë dhe pse e shpërndau Edi Rama. Po pse do ta bëjë Erion Velia deklarat? Thelbi është ky. Ajola i thot Erionit në përgjimet që diskutuam të premten, që flit me këmën për këtë, e tha kemi këto, jo kemi. Po pra, tani të gjitha këto tregojnë që nëse do t'i çonte një fjalë e dramës për atë që ti po insinuon, doja thoshte të shoqes që thuaj këmës që Erioni po luan mënsh dhe ti thot atij Ulsiut ose atij Dumanit ose kujt duash ti që unë tani nuk mbaj më. Dhe në një farë mënyrë kjo nuk ishte pastaj për Ulsiun dhe për Dumanin, por ishte në vetë parë për Ramën për të në cilin kontekst si mas qëndrimit tënde ka përdorur këtë lloj shprehje pra thuaj. Ai Dibrani, ai Dibrani për mua, ndoshta nuk është Ulsiu. Sepse në gjitha përgjimet e tjera ai ja thot emrin Ulsiu. Kush mund të jetë Dibrani? Dibrani tjetër mund të jetë Altini, Dumani, i cili është prokurori i çështjes, gjithashtu bashkë me Dadon, i cili mund të ketë kërkuar nga drejtoria e burgjeve që Erion Velia të lëvizi nga Durrësi drejt një IEVP-je tjetër. Nuk përjashtohet dhe kjo logjike është. Shiko, gjithmonë Spaku Çani, dakord, unë me këtë mund merrem në çështjet e mia si avokat dhe me këtë rast dhe Spaku thjesht kërkon masa sigurie në kuptimin që mos ketë mundësinë që të ketë telefon. Spaku se në çfarë burgu shkon. Akses, bën kërkesa gjithashtu. Por nuk ka ndodhur. Nuk zakonisht edhe prokuroria dhe prokurorët e Spakut dhe prokurorët e prokurorive të mund ta ketë për Dumanin sepse nuk mund thotë ai Dumani e teproi ai. Po e teproi. Ai e ka ata, më fal, ta sqaroj Çan, ta sqaroj. Ai e ka këtë që e teproi për shkak sepse zoti Velia i Çan dhe Flogert i bëheshin kontrolle pothuajse të përditshme në orët e vona të natës. Nga kush? Dhe nga grupi dhe gjithmonë ato kërkohen ose nga drejtori ose nga ministri i drejtësisë i cili ka varësi. Po pra, po. Tani, më fal ta përfundoj. Dhe gjithashtu është bërë me dije që disa nga eksponentët e caktuar të Partisë Socialiste, të cilët kanë pasur telefon. Mos bëni kaq tirata të gjata. Dakor, bëni si muhabet. Për shkak sepse Erion Velia ka përdorur telefonin e dikujt nga ata, i e sekuestruar telefonin pothuajse gjithë eksponentët të Partisë Socialiste. Tani, unë mendoj që ky ministri i drejtësisë ose ai drejtori i burgjeve në momentin që çon për kontroll grupin e skuadrën atje për të kontrolluar Qelina apo ku diun se çfarë, ka një informacion nga dikush dhe nga një tjetër seksion i drejtësisë që mund të jenë njerëz Spakut brenda burgjeve apo të tjera shërbime që japin informacion. Pra, në këtë kuptim unë nuk mendoj se ka diçka personale qeveria Ulsiu, Edi Rama me Erion Veliajn. Unë nuk e mendoj. Unë mendoj ndryshe, se mendoj unë. Unë mendoj që nëse kemi të bëjmë me një icebergun e lëvizin rrymat oqeanike poshtë, nuk e lëviz era që fryt sipër. Ulsiu është era Çan dhe Flogert. Ulsiu është i varur nga kryetari i Këshillit të Ministrave, i cili zoti Rama. Dhe nëse ky veprim ndodh, nuk ndodh pa miratimin e Edi Ramës dhe për këtë jeni të bindur se ka një hierarki. Eksakt pra. Dhe në këtë rast unë mendoj që Erion Veliaj i bie drejtare se dëgjoj dera. Më fal, ndërsa unë mendoj që ai është një burg në cilin mund të ketë shumë stende të paligjshme brenda, ndërta është dhe telefoni dhe mund ta ketë përdorur dikush tjetër që është në të njëjtin kat apo në dhomën ngjitur me Erion Veliajn dhe IEVP-ja atje është detyruar që të bëj kontrollin se në rast se nuk e bën kontrollin kur merr sinjalin nga institucioni tjetër që mund të jetë prokuroria, atëherë mban përgjegjësi ai që nuk bën kontrollin apo jo. Se mban përgjegjësi drejtori i burgut, drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe politik. Të them vetëm një fakt, ndodh shumë rrallë që për një person i cili është marrë në akuzë dhe sidomos kur është në mas sigurimi, që të ndodhin këto kontrollet njëpasnjëshme. Është pa precedent. Dhe këtu mendoj që ka një angazhim politik. Më gjej një rast tjetër në të cilin ti ke djeni që ndodhin kontrolle pothuajse të përditshme dhe ai thotë më kanë detyruar të flej gjumë ditën sepse s'më lejnë rahat natën. Më vjen kontroll çdo natë. Ne nuk e dim Marsit sepse ne nuk kemi diskutuar për tjera çështje, sepse çështja e vetme që na ka ndalë përgjime është çështja e Veliaj. Ajo që unë insistoj dhe e përsëris është Ulsi Manjën e ka përmendur me emër. Ka thënë dhe ato që ka thënë, por e ka përmendur me emër. Ndërsa ai Dibrani po e tepron sepse e para... Mund t'i thonë Dibranit Mero dhe ky, Gensula. Po pra, tani, po prit pra prit. Nuk ri kjo. Po pra, po ku fal, pse rrite... Dibrani që ata mund të thonë është vetëm Ulsi Manja. Jo Akin Dumani. Po një sekond pra, pse rrite Ulsiu? Se ai mund t'i thoshë thuaj Ramës atëherë, t'i thotë Ulsiut. Pse rrite Ulsiu më? Pastaj, i parasysh që gazetarët dhe njerëzit e pushtetshëm me influencë në qytet mund të kenë shumë kanale komunikimi për të çuar fjalë kudo. A thua?
Pa tjetër mu, si a thua, pse bën pyetje retorike. Jo, deri te Dumani nuk e di në këtë situatë. Altin Dumani... Ka mënyra të thoni mo. Altin Dumani... Thu dhe mi shkrim ajo. Altin Dumani nuk ka raporte me asnjë nga eksponentët në cilët zoti Veliaj ban kontakte dhe gjithashtu jep dhe direktiva, siç është zoti Baze, Baze, zoti Bolino dhe po ashtu Visi, Albi etj. Asnjë nga ata nuk ka kontakt dhe nuk ka çfarë porosie të japë, sepse Altin Dumani vetëm person i cili mban kontaktin me mediat është këshilltari i tij. Dhe nuk takon, përveç se në forume ose në simpoziume të hapura. Ndërsa personazhet që këta mund takojnë për të patur një ideologji, janë vetëm eksponentët e Partisë Socialiste, në të cilët e kemi parë që kanë marrë dhe në intervista dhe kanë pasur raport. Erdha dhe ju menjëherë, po do ikim me lehtë pak sepse dua t'ju kujtoj të gjithëve për të hedhur benzinë e naftë të mirë, kujdes, mos shkoni çdo karburant, se ju keni zakon të fusi zorën e karburantit në makinën tuaj çdo lloj zore. Jo, kujdes. Duhet një zorë që është cilësore. Se ndryshe do iki makina për lesh. SPO Ili, shikoni. Është i vetëm karburant me cilësi që jep motor një performancë brillante, ja uruan makinën, e mban me shëndet të plot, është serioz, shërbimi pa parë, është the fuel of champions. Saidi është i madh. Bravo Said, miku im Saidi, i cili na shoqëron në këtë aventurë. Me SPO Ilin, fiksoni mirë këtë logo. Unë e di që ju më besoni, se unë e them gjërat që bëj vetë. Nuk u gënjej asnjëherë. SPO Il, the fuel of champions. Bravo Said, je i papar. Dhe me qëra fjallë e dy bëjmë një gjiro urgent, tu në krahun tonë gjitur është East Side Residence, super villa, super apartament. Në mes natyres, në kodrat e Lundrës, një perle papar, kur vini nga Tirana, merrni direkt majtas, futuni rrethullime, bam futuni majtas, nuk keni punë të oligarkët. Jeni te lobby, te BKT-ja, te MSN-ja, bam brava MSN-s. Është rruga asfaltuar që çon deri atje. Një natyrë brillante, vila me përmasa njerëzore, siç i shikoni vetë, ndryshe nga rezidencat e tjera, këtu ka dhe apartamente. Sepse jeni të shumë dy që doni të keni dhe prindrit tuaj afër. Qoftë nga gruaja, qoftë nga burri, sepse e para mund të ndihmojnë për kalamajt, e dyta mund të kenë sëmurë dhe të keni afër. Ka një arsye. Bëni telefon të numri që keni në ekran dhe thoni e Pam Teçani, do keni 5% ulje. Nxitoni, prenotimet kanë filluar. East Side Residence në mes natyras në kodrat e Lundrës, e pa parë e pa dëgjuar. Tani është momenti, bjeri telefonit. Pa parë. Dhe rikthehemi në studio Radio sërish me fabulën numër 1. Shof ndërkohë mesazhe që ju bisedoni me njëri tjetrin ose debatoni dhe vëre e Flogres se kam pyetur asnjëherë, marr shkas, po nuk do rim shumë këtu, do rim 1 minutë se dua të di arsyen. Nuk e pret të pyetje, e di. Si shpjegohet se unë jam mësuar dhe e di si funksionon, po jam kurioz të di. Ku shikoj që ka shumë njerëz që të shajnë dhe që janë kundër teje në përrjet, të bën përshtypje apo gëzohesh? Unë kam mësuar nga më i miri në këtë aspekt. Kam mësuar nga... Pëlqen. Si kam zi të shajnë kaq shumë? Po e di pse. Sepse këta... Ja, po janë binë 90%, është të merë. E di, sepse ki parasysh diçka. Një emision që e shohin 70.000 veta, si që shohin emisionin e fundit tonin, e kanë parë 70.000 veta në YouTube. Se kështu nuk dhije se në shohin, janë shumë në ekran. 70.000 janë përtej kësaj që po na shohin tani. Dhe nga 70.000 njerëz që e shohin, janë 150-200. Nuk të shajnë vetëm këtu të unë, të shajnë dhe për ekranet tjera. Pra po. Pra nuk ka lidhje me emisionin të tuaj. Eksakt. Tani, kjo është hajde bab tregojarat. Unë e di fort mirë si funksionon kjo. Çka kanë me sytë tu? Shumë mua mesazhe që kanë vinë her pas here, kur të shajmë, shtojnë elementin e syve. Nuk i pëlqen, i ketë bardhë. Janë xheloz aty. Këtë nuk e kuptoj. Se këto janë sytë më... Thonë, ai sy bardhi, di që më thonë. Po që keni me sytë vlogërit dhe më fërgeti ka sytë bukur? E di si funksionon kjo? Partitë politike që ta dish... Nuk e prisë këtë pyetje. Që ta dish... Po shqipe tani mesazh, po thoshe, ora një sekundë, po se vlogërin live. Jo, bëre mirë, inshallah nuk mendojnë që të kam thënë që ma jep... Jo, të betohem. Ma jep mund... Jo. Nga që jam në YouTube dhe po shoh tani komentet... Po si beto as kujt më po. Është njëri me të njëjtin emër që ka bërë 15 komente. Për shembull, po nuk ka rëndësi. Tani këto janë hajdo bab tregojarat. Unë instruktoj të tjerët se si të bëjnë këtë që bëjnë këta ndaj meje. Që të thotë, partitë politike kanë call centera. Kanë call centera. Kanë call centera që Flogertin, ata që janë të doktorit, Gupin qofse do mbrojt doktorin pastaj, do e bëjnë sop ata të palës tjetër. Gupin mbronë, po parin, nuk mbronë doktorin.
Fjala vjen, pra çdo njeri që nuk mendon si ata, palët politike kanë ngritur skuadrat për të delegitimuar, për të sabotuar, për shkatruar imazhin dhe besueshmërinë e dikujt. Por kjo teoria Ortekut që këta tentojnë të krijojnë, në fakt është bumerang për këta. E di pse? Sepse maksimizojnë audiencën e videove dhe të emisioneve tona, maksimizojnë mundësinë e shpërndarjes argumentit tim, dhe ata që kanë dy pare mend, që janë shumica, qeshin me ata që shajnë dhe vazhdojnë dhe kur i takojnë rrugë më përqafojnë. Ti po patjetër në rrugë gjithmonë përqafojnë, sa i mirje, sa i madhi. Jo, ata që s'duan thjesht nuk flasin. Qartë. Gjithmonë që e kanë dorën qafe dhe... Po, unë jam i bindur që ti nuk do më ftosh më kur të ndodhi e kundërta. Kur të mos ketë më feedback ndaj meje. Kjo është e sigurt. Kaq pra, mbaroj të pati. Po ti ju përgjigjesh? Her pas here jo. Jo, unë kur i shikon. Unë them Samiri ka mësuar unë këta. Mund të them unë një koment? Mesazh i kaloj, po. Sa shumë kopjojnë nga unë këta. Është maksim, mendoj, më shumë sa hipotezë, një shprehje e cila vlen në lidhje me artikulimin e politikës në publik, e cila thotë që pushteti gryen më shumë ata që nuk e kanë se sa ata që e kanë. Dhe dihet që Flogerti është një nga analistët më të mirë të majt, ideologjikisht të majt, por gjithë kostoja e relativizimit që i bën, ose e mbrojtjes, ose qofte dhe e shprehjes mendimeve të tija, ka i kosto. Dhe nga herë unë mendoj që, jo nga herë, por gjithmonë nuk ka reklam të keqe. Sidomos edhe kur të shajnë dhe kur të lavdrojnë. Më thënë ato të dyja në fund ditës kanë të... Aq më tepër kur e di kush e bën. Që është e organizuar. Por duke qenë se tash unë mora vesh diçka sepse unë s'kam qenë ndonjëherë pjesë e PR-it ose ekspert komunikimi ose të merr me fushata, kjo pjesa e war roomeve dhe grupeve të cilat gjithashtu mësojnë që të godasin dikë ose të bëjnë një fushatë. I kanë ngritur këto partitë e vogla tani janë bërë më keq se të mëdha, që ta dish këtë. I kanë të frikshme. Dëgjoj tani. Ushtofshin. Në orën 19:35 të komunikimin e zhvilluar në mëdhjet Ajola Xozës dhe Erion Veliet, ky i fundit e pyetur Meron me shok, si dhe për KM-n, kryeministrin. Ajola Xoza i përgjigjet se ka folur me të gjithë dhe të gjithë po punojnë kaq shumë sa nuk e ka iden. I tregon se ka biseduar me KM-n sot dhe dje. Erion Velia i kërkon Ajolës që të shpreh shqetësimin te KM-ja se Erioni nuk e lën të takojë asnjëri. Çfarë po mendonte, si mendonte Gupi, çka ka menduar në kokë e Tirana kur ja kanë thënë se çka ka pasur? Sapo i ra analiza të cilën Flogerti bëri dhe tha mund fliste me Ramën, se do t'i thotë tyre që shkojnë te Rama. Si duket, kjo është lojë me efekt dominosh, pra përdoret dominoja parë, dytë, tretë, pesë derisa shkosh te dominoja kryesore. Pra tek maja e hierarkisë. Ai ka përdorur në fillim të gjitha ato emra të cilët ne përmendëm pak më përpara për t'i tërhequr vëmendjen Ramës dhe për ta futur atë të ketë veprime aktive në mënyrë që ta ndihmojë. Dhe kur e vere që Rama deri atë moment, përveç asaj daljes që bëri me deputetët, me ministrat, ku që gjithë nxinin, dhe vetëm ai ka qenë vetëm në moment që Rama duket sikur filloi një sulm ndaj Spakut, por që më pas deklaroi që Altin Tumani është një burr i ndershëm, Spaku është strukturë. Rama ka vazhduar një javë te ajo në internet, te ajo në Instagram. Po pra dhe mbaroi, ajo ka qenë aq, e vetmi moment, sepse ishte halli që mos bëj pentito dhe mos bënte marrëveshje me prokurorin. Pentito mund të bëhet tani ai, Dakor, po tash do ta them pse nuk mund të bëhet pentito, sepse më saktë ka bëhet pentito sepse në atë institucion para burgimit kur zoti Velie ka dhe eksponent të lartë të organizatave kriminale të cilët gjithashtu dihen që kanë pasur lidhje dhe afiliacion me qeverinë socialiste dhe që gjithashtu dhe lideri i Partisë Demokratike, zoti Berisha i ka përmendur dhe një eksponent. Marrim me radhë më sepse i bëjmë shumë punoj. Marrim elemente me radhë. Për ta marrë elemente me radhë. Ora s'mu përgjigje. Kur Ajola i ka thënë Ramës, vëlla. Po. Sipas tije në kokën e Ramës, çka ka ndodhur? Çka ka menduar ai? Rama ka qenë indiferent dhe kjo tregon fakti që ai ka qenë indiferent dhe që nuk ka reaguar tregon që kjo lëvizje dhe ky proces i Veliajt gjithashtu ka ndodhur dhe me bekimin e Ramës. Jo. Arsyet sepse janë disa. Një është çarja që thash në organizatën e famshme Fondacioni Soros, midis dy grupeve, grupi i cili do të jetë më shumë në duke dhe operon më hapur dhe grupi tjetër i cili është kundër kësaj metodologjie veprimi. Arsyeja e dytë është sepse Rama ato që bënte vetë zoti Veliaj me gjitha afiliacionet që ka dhe që kanë dalë, qoftë me mediat, qoftë me eksponentë caktuar të Partisë Demokratike, qoftë me grupin e deputetëve dhe sidomos me linjën e vjetër të Partisë Socialiste, siç është zoti Xhafaj, i ka lëvizur ekuilibrat brenda partisë. Dhe zoti Rama nuk mund të lejojë që të njëjtat lëvizje që ai ka bërë për të marrë Partinë Socialiste ti bëj zoti Veliaj, sepse dy njerëz në një rrugë nuk mund të ecën. Jo ka qenë një nga arsyet. Se si dakord me Gupin? Jo, nuk jam fare dakord edhe pse Gupi edhe pse është e vërteta. U zgjerua shumë. Dakord, e vërteta jote. Patjetër. Por gjërat Gup duhet i shohësh në kontekst. Që do të thotë, duhet i ndjekësh lajmet për ditë me shumë kujdes dhe të shohësh
në ato data çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka deklaruar Rama. Dhe ajo që korrespondon është kjo, që ndërkohë që Edi Rama, ai Erion Velie është ankuar që po shkilen të drejtat themelore të njeriut, që deputeti dhe ti e di se njeri i ligjit, po shkoj një deputet të dera e burgut, nuk ka nevojë për leje se është privilegji i deputetit dhe futet takon burgosurit, ose kur shkon gruaja e Erion Velie dhe qëndron 3 orë te dera dhe prokurori nuk e le të futet brenda, e ku shumë e radh, këto janë shkelje të drejtave themelore të drejtave të njeriut. Ti e di shumë mirë këtë. Dhe Erion Velie pikërisht kjo i është shkelur dhe këtë ka kërkuar. Që Edi Rama të vazhdoj narrativën në një farë mënyre që e ka vazhduar për çështjen e standardeve të hetimit dhe të pjesës tjetër të vojtjes së paraburgimit. Sepse çfarë ndodh? Vërtet Erion Velia u mor një masë ndaj tij dhe ishte aty ku ishte. Por nga ana tjetër, prokurori nuk lejonte të shkonte askush brenda përveç avokatit të tij dhe të vllajt. Kushdo tjetër që bënte, se Çani më ka thënë herën e shkuar që unë e njoh mirë, tha Çani, tha burgun e Durrësit, ta është i mirë, është kavalishensë, më thash. Jo, është ndryshe nga burgjet e tjera, kanë thënë që njoh funës. Jo, e njeh se ke qenë. Ke qenë pra, dhe unë i thash Çanit që Gjëja duke se kam qenë në burg, po, ky është thelbi pra, që ty më pëlqen se është godinë e urut ajo është për masa njerëzore. Ty Çan kanë bërë shumë mirë që të kanë lejuar të shkosh takosh dikë që ke kërkuar. Me leje, me leje. Po si ka mundësi që ndërkohë që ty kanë bërë mirë të kanë lejuar. Duke qenë se Flogjerdi foli për ju lutem zotëri, duke se kemi detyrim. Më thotë Ledio është me orar fiks kjo. Po dakord. A Ledio është me orar fiks? Po, kjo po. E kemi detyrim sepse më duket se është kjo KQZ-s? A Ledio? Po, fiksa ajo është. Ai bash, KQZ-ja ka me detyrim. I jepi të vinë ato. Detajet e reja që dalin nga CNA e fundos. Erion Velie e pyet nëse ka biseduar me Arbri dhe me Fugën, ndërsa Jola Doza përgjigjet se ka biseduar me të gjithë. Në fund komunikimit e pyet se çfarë editoriali ka publikuar Mero, ndërsa Jola e lexon me zë të lartë diçka në lidhje me Berishin që po e trajton PD në Afin si pjesë e agimit të art. Çfarë perle. Erion Velie mërzitet dhe shprehet, aha, vari lesht. Më thënë, e di dhe Erion Velie që këto mashtrime në fakt nuk i ha njeri. Aha, vari lesh, i thot Velia Jolës. Mero s'ka as lesh, edhe i duhen edhe... Mero kishte shkuar për PD në Afin, duke e lidhur me agimin e art. Edhe vetë Velia e dinte që ishte kot për akto, po i bëj thjesht për përmbledhje. Jo, ky është mendimi yt. Përse Velia kështu thot pra. Aha, vari lesh. Vari lesh, domethënë që nuk ka folur për mua. Po vari lesh më çmerren me PD-n që ja lidhi me agimin e art. Hallin e vet ai patjetër. Po ai nuk ka lexuar editorial. Është agimi i art plak? Ka lidhje me agimin e art? Jo, mo jo, po flas për atë. Ai thot që vari as, unë nuk e di çfarë ka shkruar, se ajo i ka thënë vetëm titullin që ka folur për diçka. S'është tema ime, ka thënë ai vari. As më intereson po. Tani pyetja është valla. Përse u los karta greke antishqiptare nga Mero? Ta them unë? Ja një sekond, një. I bëj 3 pyetje unë, pastaj hapeni ju. Përse u los karta greke antishqiptare nga Mero Baze? 2. E besojnë vërtet, ose kjo është brenda të njëjtës pyetjes, a e besojnë vërtet që kjo do funksiononte? Karta greke u përdor dhe për të goditur Orës Dato dhe Erion Banin. Pikërisht. Gjithë e din. Fillo Marcel. Kjo e treta është, sepse po të vemre, të gjitha të gjinë dhe mua kjo më vjen keq, sepse Flogjerdi pak më përpara tha që duhet jesh i vëmendshëm ti ndjekesh dhe unë se kuptoj se si vëmendja e Flogjertit nuk i ka bërë përshtypje përpara se të flasë për takimet dhe për personat që lejohen ose jo, rrezikshmëria e një personi i cili ka në dorë të përdorit të gjithë mediat kryesore, të gjitha pothuajse të gjitha emisionet, duke filluar që nga redaksitë e lajmeve deri tek redaksitë dhe drejtuesit e emisioneve të prime time-it, pronarët e mediave, portaleve, siç është Bolino, Lori Hoxha, Mero Baze, të cilëve i jep direktiva dhe gjithashtu deri te zyra e kryeministrit dhe për një personazh i cili quhet redaktori. Suma mos e haro. Po, ajo është kryesorja dhe madje thuhet që në 2 raste ajo dhe një analist, i cili flet për shpipa drita dhe për falle, kanë shkuar dhe kanë ndezur qiri. Një kur është arrestuar një deputet i Partisë Demokratike, dhe madje që të 2 kanë vajtuar, dhe e dyta është tek rasti kur dolën këto përgjimet e zotit Veliaj. Bëhet fjalë për drejtuesen e atij prime time dhe për një analist i cili merr vesh nga bota e fallit e magjisë, i cili ka qenë spiritualist. Po thotë dikush ti janë lexon në celular. Thuaj Ledios se mos të tregojnë në ekran se duket sikur nuk i dëgjon. Është gabim. Unë celular shikoj gjithçka që ndodh në studio. Po. Pra shikoj edhe emisionin, shikoj edhe gjëra që duhet bëj. Kështu që pamë mos u merrni me këtë pjesë, pse merrni me këtë detaje? Po. Tani ajo që është pyetja ime drejt për Flogjertin, si nuk i bën përshtypje, dhe kjo e fakton akuzën që i bën prokurori dhe që gjithashtu gjykata Pejë dhe ka lënë në fuqi, që zotëria në fjalë një ka shanse të jetë recidivist përsëritës, është person i rrezikshëm i cili shantazhon çdo, duke filluar që nga prokurorët, gjyqtarët dhe çdo personazh i cili flet kundër tij, dhe i cili gjithashtu me një dirigjim përdor të gjitha mediat, kanalet,
dhe po ashtu pronarët e tyre si të jenë pjesë e atij war roomit të famshëm që Flogerti dikur ka drejtuar. Pse qesh nuk e dakord me grupin? Buzëqeshja nuk e shpreson. Lër mua ta. As nuk rrezon argumentin. Merremi me këtë, nuk e rrezon argumentin as buzëqeshja. Me mua ka kush merret, kam angazhuar gjithë partitë e opozitës merren me mua. Tani ti po su merr me mua të pak, merr me argument. Merr Velin pa argumentin. Me argumentin. Jo mund të kapë xhanës, mund të merrem me ty, po me argumentet tua. E para që duhet të dish gup. As të bën përshtypje. E para. Ku qe ti? E para të bën as të bën përshtypje më Floger. Po më thuaj këtë më son këtë po të pyes. Më prit o vlla se unë të dëgjova, i se çfarë desha të dëgjova, unë respektoj. Po pak të më përgjigjem respektoj tamam. Po mirë, s'mund të flasim të dy për një herë, se jemi në televizor, se ti te kafja. Po doja jap më burr, o çan. Tani të kërkon ai o burr. Po tani më doja jap, po ju po vetëm po pyesni. S'po më lini të flas. Po të s'pa përgjigje. Shi prap. Unë dua përgjigje zot. Ti jep përgjigje, ti je gazetar, je njëri i komunikimit, jepi alla përgjigjen ç'ke. Po doja jap kur të më lini të flas. Jo, do japësh tani të kërkon ai. Po pra tani po pushuat ju flasun, po vazhduat ju. Na thuaj përgjigjen, na thuaj përgjigjen pra po pres. Përgjigjja është kjo. Ku e ke dëgjuar ti gup? Ku e thash unë gup? Që gjithë ato që the ti nuk më bëjnë përshtypje. Ku e thash? Ma trego pak. Ku e thash? Jo, të bëri më shumë përshtypje. Se atyra dota prej 3 orë në radhë, nuk lejojnë deputetët, dhe se bën përshtypje. Do dëgjosh tani. Ai zotëria mori një kronologji, tha ora kaq, shkojnë në ambasadën amerikane. Floger tha, ç'është kjo e Sorosit? Ja thash unë çanit. Pastaj tha, flet me këtë. Ja thash unë çanit. Bën përshtypje rrezikshmëria e Velia të Flogert apo jo? Duhet kuptosh një gjë që një debat nuk mund ta fitosh asnjëherë, se ka dy anë, nuk vi për të fituar, vi për të treguar të vërtetën. Hesht kur flas unë o burri dhe tani, hesht ti ja përgjigjen. Po ta bëj dialog mo. Ti e di me dialog. Flogerti si miku im që është, e di që unë s'vi për fituar debate, po vi që ta shqyrtojmë për dalë vërteta që publiku që na ndjek ta respektojmë dhe ne të kryejmë atë detyrë. Jo më gu, po tani të bën përshtypje vëlla, të bën përshtypje. Më jep këtë përgjigje rrezikshmëria e Erion Veliajt, i cili ka gjithë ato potenciale dhe i shfrytëzon për të drejtuar si snajpra kundër kujtdo që cënon interesat e tij. Nuk është ajo e vërteta më vëlla. Ti sapo gënjeve nga fillimi në fund. Ku e pegënjeve strukturën? Nga fillimi në fund më burr. Prandaj them që ti ngre pyetje mbi një aludim tëndin dhe mbi një fantazi tënde. Atë gënjej ka Altin Tumani, gënjej Cënaja, gënjej këto përgjime, dakor, ose gënjej gjithë tani ti. Nëse ti do që unë të dëgjoj teksta përsërit një të gjë. Po më thon, lë të flasësh. Të bën përshtypje rrezikshmëria e Erion Veliajt. Gënjeve nga fillimi. Apo do relativizosh dhe. Por gënjeve nga fillimi në fund më zotëri. Gënjeve. Se kupton ti sakt, nuk gënjeu. Ku gënjeu? Gënjeu nga fillimi në fund. Një sekondë. Ta them unë. Po përdor media Erion Veliaj, mirë, okay, ta marrim me radhë me çse po më akuzon për nuk ka dalë në përgjigje që i jep direktiva për mediat? Ato janë ashtuar. Ai ke lexuar? Janë gënjeshtra ato. Që ai jep direktiva. Ai pe ç'a them o vllai, e mban mend ç'a the para 3 minutash? Mbaj mend të thash. Ti që gjithë mediat në Shqipëri dirigjon Erion Veliaj, gënjen. Po. Gënjen si derri mo. Klan News, nuk janë të gjitha. Derri mo. Mediat kryesore, Top Channel, Top News, o zot, Report TV, o zot, o gup. Lutem portali Tema se është turp kjo që po bëjmë. Domethënë, në qoftë se ka dy media që Erion Veliaj sipas përgjimeve, dy pronar mediash dhe dy media që i ka miq dhe ju kërkon ta ndihmojnë, janë vetëm dy. Është Mero Baze dhe Carlo Bolino. Ndërkohë që kur flet për Top Channel dhe për Klan dhe për gjitha mediat e tjera pyet, a ka dalë intervista që kam çuar me shkrim tek Grida? A është dhënë? Janë miq apo partnerë? Po çfarë do qofshin, më nuk ka rëndësi. Pra ai pyet, thot, o gruaj, thot Ajolës, a ka dalë prononcimi im i sotmi në Facebook te Top Channel në lajme? Më besoj që e shoshe vogël për të diell kaq të madh. Nuk e mbulon dot. Po gup, ta themi. Po unë vështirësh më. Po do ta lëmë fjalën gjithë thot. Unë duhet kesh parasysh. Shumë vështirë, ke drejtë. Jo, nuk është e vështirë fare. Jo, por ta mbrojtur është e vështirë. Jo, nuk po ky është problemi pra. Domethënë, bravo të qoftë, ti je nga më të mirët. Më dëgjoj. Po prap shosha është e vogël, e dielli është shumë i madh, po. Po çuna. Pore, unë nuk po mbroj asgjë më burrë, ju e dini që nuk. Jo, dhe mirë që e mbron. Ju donit me etiketoni si till që ushtria të vazhdoj punën e vet. Jo. Faleminderit. Po jo pra, po më lër tani. Unë po them fakti është ky. Dhe ti çan nuk ma mohon dot se ti e ke lexuar. Ju ka që i the gënjeshtra është që nuk janë të gjitha. Jo, nuk janë të gjitha më burr. Po çan, sa portale ka Republika e Shqipërisë? Po lejmë tani, tani dhe një. Exagero tani. Po fal, vetëm me gazetën Dita dhe gazetën Tema. Më fal, më thuaj sa media ka Flogert përveç Klanit, Klan Newsit, Top Channelit, Report TV-s. Më fal. Hiç më cënon. Sa media ka? Meqense se kanë gjitha. Bëj pyetje se ti sapo çdo na krijosh edhe media të reja tash. O gup, sapo që par ti bëre. Sa emisione ka përveç Opinion? Çaj pas ke bërë këtë ves.
Po jo më çfarë vesër, unë po them sepse unë akuzove që folë ti bën sa, po më lërë të flasë të njëri. Na i thuj mediat, ku janë? Ti mendon që mungon aftësia për të mos të lënë të flasësh as sekond, fare Po jo, zero. po deshe fol gjithkohës. Unë të bëj që të mos dëgjohesh fare, po kjo nuk është thelbi, ne mendoj se jemi pak më ndryshëm. Do të bëj zhurmë të bëj. Nëse do konse ti ishe i tash në sistemin tonë. Po bëj Kush po e bën përgjigje. zhurmën mo? Ore po them përgjigjja ime është kjo. Ke gënjur nga fillimi në fund. Orkestrimi, po prit pra tani. Orkestrimin e sulmit Erion Veliaj, nëse do ta quajmë tillë dhe po ta marr të tillë, e ka bërë me dy media. Dhe media që e kanë sulmuar, nëse do ta them kështu siç e do ti, prokurorin janë vetëm dy, që ai përmend me emra aty. Të gjitha mediat e tjera, nga e para te e fundit, Top Channel, TV Klan, Ora News, News 24, Syri TV, MCN, çfarë duash ti, nuk kanë bërë asnjë nga ato artikuj që Erion Veliaj pretendon me lobe greke. Kush e ka bërë? E ka bërë Topi, e ka bërë Klani, e ka bërë Newsi, e ka bërë Ora, e ka bërë MCN-ja, që është i lidhur Olsdado me lobet greke. Asnjë. E ka bërë vetëm Gazeta Dita. Sepse ai thot vetë, gazetarët e MCN-s dhe të Syrit mos vinë. E ke aty të shkruar. Fal, si gënjen. Se thot gazetarët e Syrit TV dhe të MCN-s mos jenë prezent. Po, dhe pastaj çfarë ndodh? Dhe gjithë atje ti lejon. Po, pastaj çfarë ndodh? Tregon që i komandon dhe dirigjon kjo? Ore, nuk e ka lexuar dosjen. Pse bën? Tash nëse do të nëse do që të relativizosh argumentat të hominin, e lexoj tamam siç është, nuk e lexoj me sy të kuqe, as me sy të mavi. O gup. Tash më vjen keq o gup. Po do të kthehem unë tani, vazhdoj. Po vazhdo. Po boll pra tani me këto sy të kuqe, syze. Po se po më akuzon për mashtrim. Po mashtron sepse televizionet kombëtare që thua ti gjitha mediat nuk ka. Pjesa më e madhe e mediave, po thuaj se të gjitha. Kush e ka sulmuar Olsdadon? Mi thuaj. Emisione nga Report TV-ja. Po Report TV dhe tema 2. RTS-ja, gazetari Iliru Zeiri, i cili ka qenë prezent. Gazetari, ore njerëzit mund të thonë çfarë duan, Moçani mund dali, mund të mbrojë, ku di unë Kim Jong-unin, unë po them po ashtu në media. emisione të caktuara, në këto kanë dalë dhe emisioni ka qenë i qëllimshëm, i drejtuar kundrejt spakut, prokurorëve dhe ndaj çfarë. Jo më zotëri ka patur ndërtimi i panelit. Tash do ta flasim se çfarë fshihet mas perdes apo do flasim se çfarë ndodh. Në ëndrat e mia më të hatashme nuk kam menduar që mund të sillesh kështu. Mund ta tjetërsosh realitetin. Jo më kam e pasur. Ka një gjë, Çan. Erion Veliaj, e di çfarë kam parë unë në gjithë që ka bërë Erion Veliaj atje? Kam parë pafuqinë e Erion Veliajt. Erion Veliaj ishte trajtuar sikur kishte dirigjonte gjithë mediat në Shqipëri. Po, fakti që ai sillet ashtu tregon që i ka pasur. Fakti që ai sillet ashtu. Gjithë nxirrin duke mbjellë fat tani në burg. Fakti që ai në ditën e tij më të keqe ka vetëm 2 miq që i ka miq edhe në jetën reale. Të fjalën mik tani dëgjoj. Po ortak, çfarë duash ti Moçan? Njihemi dhe brapa dhe para televizion. Ka 2 njerëz që e mbrojnë më burr, e lëm. Ka 2 njerëz që e mbrojnë. Kjo është dobësia e Erion Veliajt. Kupton? Pra, nëse mediat kombëtare do kishin bërë ato artikuj që lidhnin Olsdadon me nuk bën artikuj jo burr. Po do bënin kronikë, lajme Moçan në orën 3 Topi do shihej ti që Olsdado është i lidh me grekët. Se kam parë vlla, as te Klani, as te Topi, as te Ora, as te Newsi, askund. Ka qenë vetëm në 2 portale. Portalet e tyre po kanë qenë. Vetëm 2-3 portale. Jo mër, po jo pra tani, po jo pra të mos i themi kot tani se doni ta vishni Erion Veliajn me një lloj fuqie. Tani derisa ti do ta nxjerrësh, okay, sa ti do ta nxjerrësh kur ka pas vetëm 2 metra. Unë them ato që lexoj atje. Unë them që ai thot Mero dhe ky dhe Albi. Ato që janë aty, ato janë dhe në realitet. Dhe po, është faktuar që atyre që ju ka kërkuar ndihmë, nga ata ju është dhënë ndihma. Ndërkohë që te mediat e mëdha, ai flet, unë nuk kam një dashuri të madhe për mediat e mëdha, se unë nuk njoh as Sandrin, as Lorin, as Vjollcën, nuk njoh asnjë. Edhe nuk dua ti njoh fare se kam punën time. Po mra me punën një herë, do punoj siç punoj me ty. Por e vërteta është aty. Dhe aty nuk thuhet që thuaj pak Lori që të bëj një lajm në orën 3 që ti ta bëj cop Olsdadon, se po të thoshte atë unë do e kisha pshty Top Channelin tani. Dakord? Mund të them vetëm diçka. Kjo është gënjeshtra më. Një sekond. Tani ka mundsi e the. Një sekond. Prit dëgjojmë kundër argumentin. Një sekond. Zoti Gupi tha që ndaj ky proces ndaj zotit Veliaj, sa dëgjova, është një proces i cili ka qenë goxha i ngarkuar. Po ta thënë shkurtimisht, në mënyrë të përmbledhur. E ke parë dosjen meqense më thej që nuk kam parë dosjen? Në dosje vjetre. Përgjimet. Po pra dhe përgjimet e dosja. Përgjimet më jemi të folë për përgjimet. Në të shpreh dakord në një moment që pavarësisht se zonja Xote, zoti Veliaj dhe një biznesmen, zoti Abule, kanë vepruar në bashkëpunim dhe plotësohen kushtet
Në cilat e parashikon Neni dhe e ke këtu, po- kjo do të shqyrtohet më vonë, thot, për shkak të parimit të mosënimit të pozitës të pandevrit. Që të mos keq kuptohemi bashkë. Një sekond. Atë vendimin që ka dalë sot i arsyetuar nga gjykata. E di që ke botuar. Jo, e kam botuar, jo, nuk po them atë. Unë nuk e komentoj fare. Dërsa Dërsa në raport... Po ti ishte ashtu si që mendon ti, me ato syze që imaginon ti, unë do thoja që a i pëllumbi, a i legeni që... Dakor, tash të flasej më... Jo, e ka thënë gjykata ashtu ka gjykuar ajo, e më shtes. Do të flasë deri në fund të emisionit. Dakor, pra. Po mua më shqenë cicmiset me ty, po... Po leti shërë që kore cicmit, që keni me cicmiset, ja të janë shumë të bukur. Pse kompleksohet. Ne të trejemi kështu, po ne dy veta i bëjmë edhe në kafe. Ne të trejmë kështu bëjmë edhe në kafe. Kompleks, po më vjen natë, sepse unë mund të pres çdo lloj spini inteligent me argument. Por nuk pres në këtë tavolin, vetëm në këtë tavolin, nuk pres që të thuan të pavërteta. I paska ndirë ofenduar nga puna shoshës, po nuk ta thash në keq. Jo, e pavërteta është kjo që Erjon Veliaj ka kap gjithë mediat dhe i ka rënë prokurorisë. Po ta kishte bërë atë Erjon Veliaj, ndoshta sot do ishte jashtë. Unë do të bëj kompliment. Ndoshta sot do ishte jashtë. Unë do të bëj një kompliment pavarësisht se Flogjerti përsëri merret me akuza personale. Nuk është faj jote që shosha është e vogël. S'është problem, nuk e faj ti. Dakor. Tani, si e kupton ti kur Erjon Veliaj dhe nga përgjime që dalën atë dosje, një sekond i thot, t'ja kthej kur i thot, sa më shkurt të lutem. Vetëm kaq, kur i thot që thuaj Albit të flasi me Visin, që ti thot Lorit. Me qenë se deshe ta amnistos që media të madhe, për cilën e ka fjallën? Mund më thuash kush është Visi, kush është Lori? Jo, Veliaj, po dale, e theti këtë tani, tani do ndurjum këtu. Veliaj, 2 pika. Topi po në ambulon. Po në ambulon. Po në ambulon. Gjdo thë po në ambulon. Ta themu, po e ke më lartë. Pa aqë duaj më të mbulimin të. Ta shjemi inteligencë. Ore tani, ore. Bekte, të ti që unë kam shumë gjatë. Topi po në ambulon. Mos të bej ka ishtë naive. Një sekund. Report TV po në ambulon. Dëgjoni pra fjallët e Veliaj, se këto janë fjallët e ti. Klani po në ambulon. Po, pa tjetër. Po Klan News pyet. Arber Veliaj i përgjigjet se është një qik problem me ta, në nënkupton Klan Newsin. Erjon Veliaj e pyet nëse Fuga ka biseduar, Endri Fuga, ka biseduar me ta, gjë e cila konfirmohet nga Arbri. Erjon Veliaj kërkon të i thot se sa ishte mirë Erjoni, ishte për dit të Klan Newsi. Dhe duhet të flas se sot duhet. Se sot duhet. Pra, këto janë fjalët e tij. Ideja është, përse ishte e vështirë që të mbuloheshin statuset dhe fjalët e Erjon Veliaj nga Klan News specifikisht, ndërkohë që Klan TV-ja po e mbulonte. Ishte një pronar. Probleme ka fjalë në Flogjerti. Vaj që ka për batanie në burg. Është të përgjimet. Jemi. A mund të bëjmë për njerëz debat mbi atë gjën apo do tallemi me një? Përgjime po flet. Po pra po, është më vetë kot. Tani aty ka një gjë shumë të thjeshtë. Jo më jo, po këto histori. Po përgjimet e ka dhe ai pra. Po, apo për bataniet, domethënë për çampulime ka fjalë. Tani dhe ti mos i merr personale këto më plak tani se ti thua se u jemi Akademi e Shkencave me këtu. Jo, Akademi e Shkencave pa ata. Mund të bëjmë bisedë normale ne apo jo? Të lutem unë të kam xhan si shkam. Normale po e bëjmë prapo. Ç'ke që i merr personale? Ata analizojmë atë gjën apo jo? E kalon a do lutem mos u merr që të dha i batanie se kam me ty mor. Jo më jo, kur i theti mbulim ai tha se po pra mbulim. Atë për çfarë mbulimi vlla, për batanie. Se unë e kuptoj si mbulim mediatik për ta ndihmuar. Ma thoj se e kupton ti se homonimet janë shumë. Se do t'ja bëj pyetjen Çanit. Ja kam bërë dhe të premten e shkuar dhe ma ka dhënë përgjigjen, po ja bëj prapë për ata që na ndjekin. Kush ishte lajmi i ditës nga momenti i arrestimit të Erjon Veliajt deri në momentin e vendimit të apelit? A ishte Veliaj dhe përplasja Veliaj Dado? Çdo lajm që dilte nga Spaku, çdo reagim, ishte lajm në edicionet qendrore të çdo medie. Dhe çdo kundërpërgjigje e Veliajt, si pala tjetër, ishte lajm dhe kushdo media edhe syri, po e them kështu, e kishte lajm çdo postim të Erjon Veliajt. Jo sepse donte syri të mbulonte Erjon Veliajin, por sepse lajmi është lajm e do Çani, se do Çani, e do Flogjerti, se do Flogjerti, ai ishte ngjarja e ditës. Dhe ai po thot, e di që po m'bëhet gjyqi publik vazhdimisht se ka dalë dosja dhe po bëhem sallat. Po reagimet e mia si e vetmja mënyrë për të bërë mbrojtjen e vetes, po pasqyrohen, sepse ne mediat marsit kemi dhe atë parimin jo reciprocitetit, po të baras trajtimit barabartë. Pra në qoftë se unë zgjedh një lajm që Arjan Çani është dobësuar 20 kg, e kupton? Në qoftë se Çani më ndodh diçka tjetër që Çani ma përgënjeshtron, për shembull, unë duhet ta nxjerr edhe reagimin e Çanit, apo jo Çan? Po,
Në qoftë se unë nuk kam nxjerr lajmin e parë, që Çani ka 20 kg, nuk nxjerr as reagimin e Çanit. Pra këto janë parimet gazetarisë dhe një media që ka nxjerr reagimin e Olz Dados, që ka nxjerr dosjen e prokurorisë, patjetër e ka për detyrë dosje do Erion Veliajn të nxjerrë dhe reagimet e Erion Veliajt. Dhe ai thotë, "A më keni mbuluar, a jam i mbuluar apo jo?" Është menaxhim komunikimi më Qartë, një sekondë, jo po, kjo vërteton atë që tha Gupi tani, jo se është kundër teje. Po, që nuk janë vetëm 2 media pra tani. Po pra për sulmin, ky tha ka organizuar në gjitha mediat sulm ndaj Spakut. Jo, për sulmin, prokurorit ndaj Spakut. Prokurorit, jo, s'është e vërtetë. Ne, dëgjoj, megjithatë, do të kuptoj mirë që në gjendjen që është ai atje, dhe këtë ja them sinqerisht, nuk është pak të mbulojnë. Se mund të kundërvijen të gjithë, për t'i bërë qefin. Kush e ka, më thoj vetëm kaq që Çani. Kush e ka patur privilegji i ri pra. Se nuk dua zemra në gojë tutë. Tjetër kur janë brenda, ej, masakrojnë. Asnjë media nuk ka lënë pa pasqyruar asnjë natë çfarë thoshte Sali Berisha nga balkoni apo çfarë thotë Ilir Meta nga burgu. Se kur flet doktori, kur flet Iliri, kur flet një mënyrë në përballje me drejtsinë, media është interes publik. Ka pasqyrim e pasqyrim, ti e di shumë mirë. Te detajet fshihet dia. Po s'ka rëndësi, ajo është histori, po pasqyrimi ka ndodhur tani. Do na nxjerrë lidhje një gjë tani një pjesë e vendimit duket gjykata zbardhë sot, zbardhë vendimit. Po që flet për një grup të strukturuar kriminal që e ka hedhur, kush e ka hedhur? Kush e ka hedhur? Nga ja, kjo është. Po unë nuk e lexoj tani këtë. Shumë me gërma të vogla kjo. Kjo nuk ka lidhje fare me përgjigjen ato me po flasim, është një pjesë nga vendimi, ky Marsidi mund të na ndihmoj, po prapë nuk do ta bëj shumë juridike problemin. Po, e thash ajo që thash pak më përpara është. Në fakt, po, që gjykata e cila ka dalë media kjo, ka dalë media. Kjo që po, bashkëpunimi midis e ka botuar edhe Flogerti më sot. Po, kam votuar vendimin e... Po, kjo është pjesë e vendimit. Po. Unë nuk e kisha faksimile në fakt. Dhe kjo është zyrtarja. Po jo, ç'faksimile mo? Faksimile është tjetër gjë molla. Po pra, nuk kisha këtë... Tani, çfarë flitet? Ledio, mund ta lexosh pak vëlla se ti je afër. Ta lexoj unë çfarë në këtë kontekst gjykata. Apo ta lexoj Marsidi? S'ka problem, si ta keni ju. Marsidi, lexoj pak? Po, në këtë kontekst, gjykata vëren se bashkëpunimi i personave nën hetim, Erion Veliaj, Ariola Xoxa dhe Elmana Bule, ka të parë të një bashkëpunimi të posaçëm atij të grupit të strukturuar kriminal i normuar nga neni 284, fraksion 4 i kodit penal, duke qenë se përmbushen kriteret e pluralitetit të personave, pra 3 persona, sepse një ndërmarrje çan një bashkëpunim që quhet grupi strukturuar kriminal duhet të jetë më shumë se 2 dhe në këtë rast janë 3. Veliaj, Xoxa dhe Abule. Kryerjes së veprimtarisë kriminale për qëllime përfitimi material, pastrimi produkteve të veprës penale të korrupsionit, si dhe moskrijimit të grupit rastësisht. Pra do me thënë që kanë qenë të menduar, nuk është krijuar në mënyrë rastësore, por kanë qenë veprime që janë bërë me dashje, pra që tregon që ka qenë qëllimi kriminal i këtyre veprave penale dhe kryer veprimtarisë kriminale në mënyrë të përsëritur për një kohë të gjatë. Pavarësisht se në një formë të tillë bashkëpunimi nuk i është atribuar ende thotë këtyre personave në hetim dhe përjedhoj nuk do të merret në konsiderat në këtë moment nga gjykata në caktimin e llojit të masës së sigurimit, pasi në të kundërt do të synojë parimi i mosrendimit të pozitës së të pandeurit. Qartë. Pra, do të thotë që gjykata ka konstatuar që veprimet e zotit Veliaj, zonjës Xoxe dhe biznesmenit Elmana Bule kanë qenë ato të një grupi të strukturuar kriminal, në cilët ka qenë tendenca e tyre përfitimi këtyre pasurive dhe fshehja e tyre e veprës penale që atribuohen. S'ka lidhje me përgjigjet fare këto gjë. Jo, por duke qenë se në këtë moment ata nuk duan të rëndojnë pozitën, po sugjeron që ta marrin të pandehur në këtë moment pra gjykata, po sugjeron që në moment tjetër kur gjykohet çështja në themel, pra pak a shumë ajo që po merret i pandehur kush? Të merret pandehur të gjithë biznesmenët e tjerë si grupi struktural kriminal. Kjo është e fshehur në rreshta. Është e fshehur kjo. Pra ajo që thuhet është se këta e kanë atribuimin këtyre veprave, këta të 3, po në formë indirekte ajo që po gatohet dhe po e themi që po gatuhet është kjo që këta të gjithë do i rëndohet dhe forma e bashkëpunimit e cila do i rëndoj veprat penale që do akuzohen çan dhe Erion Veliaj nëse i rëndohet dhe kjo vepër penale rrezikon minimum me 20 vite burg. Nëse mos nxitohemi kaq shumë sepse u do rrjedhi ujë dera. Megjithatë dëgjoj. Dakor. Ajo që flitet çan, pak a shumë në gjë, më fal. Ajo që është folur në media, që është trajtuar, domethënë në mënyrë të privilegjuar pasi janë elementet e bashkëpunimit janë, gjykata vërteton që vjetrej që e kanë këta 3 persona, pra Xoxe, Abule dhe Veliaj, por për shkak se ka vendosur të respektojë një parim, i cili është parimi i mosrëndimit të pozitës së të akuzuarit, ka vendosur ta trajtojë dhe ta shqyrtojë kur të bëhet shqyrtimi në fëmijë. Në orën 10 çon si ka ora, në orën kaq datën 26/2, pra 26 shkurt bëhet fjalë. Erion Veliaj bisedon me Ajorën, me gruan e tij, në lidhje me deklaratën e mëngjesit nga ana e kryeministrit. Ata bisedojnë edhe në lidhje me dëshmitaren Greta.
ku sipas bisedës është takuar me kryeministrin. Erion Velia i kërkojnë Ajolës që të lidhet me Gretën dhe ta inkurajojë. Erioni i tregon Ajolës se kryeministri mbajti 1 orë fjalë dhe i bëri të flasin me vete, madje mbrojti dhe Klotildën, shumë gjëra, shumë mirë. Por Ajola Xoza i përgjigjet se mbase nuk është mirë të kontaktojnë me dëshmitarët. Tani, dëshmitarja Greta është takuar me kryeministrin. Çfarë do të thotë? E para kush është Greta herë? Dhe e dyta, çfarë do të thotë ta inkurajojë? Ka patur një pretendim. Dhe Ajola përsëri e ftohtë e këshillon Velian, burrin e vet, i thotë që nuk duhen kontaktuar dëshmitarët. Me shef, Jo, ka patur ajo që ka thënë prokurori, pra. Më falë, Flogert. Qartë, jo. Është e profilit Jo, është e qartë kjo, Flogert. Po. Jo, ka patur një... Kush është Greta herë? Tani, unë nuk e di kush është Greta. Dhe për çfarë afere bëhet fjalë, kush është Greta? Por unë di vetëm një gjë. Dhe nuk e di a është ky rasti, po unë po e them, sepse vetmja gjë që është thënë publikisht dhe që lidhet me dëshmitarët, është ajo që ka thënë kryeministri Rama. Po? Pra, kryeministri Rama, teksa ka mbledhur grupin parlamentar për të dëgjuar Klotilda Bushkën. Po, në atë moment ka ndodhur. Po. Unë 26. Po, Erion Velia, Edi Rama Çan, mbaj mend që ai momenti kur i tha Spakut keni mbledh telefonat të gjithë Tiranës, hajde po deshtet, hajde merrni telefonin tim. E di, po, ishte batutë e aty Rama ka lexuar një mesazh që tregon se si ndaj dëshmitarëve nga Spaku dhe nga BKH-ja ushtrohet presion psikologjik dhe dhunë psikologjike e jashtëzakonshme. Ka bërë Rama këtu. Është publike ajo. Qartë. Pra Rama ka thënë, ky është nuk kanë regjistrim, nuk regjistrohet asnjë bisedë dhe jemi si në kohën e sigurimit kur njerëzit ndalon rrugë ju merret telefoni dhe më ka ardhur dikush, kishte mesazhin Rama, nuk është qytetar digjital, tha. Edhe lexoj mesazhin se si është. Pse e lidhi me këtë histori? Sa unë pyes kush është Greta, vëllai. Po pra, eksakt, pra dhe unë po them që i vetmi person i cili del këtu si dëshmitar që ka takuar kryeministrin. Kjo zonja Greta. Po. I vetmi person që Rama kishte informacion për një dëshmitar që ishte ushtruar presion nga, është mund të jetë kjo. Dhe Ajola thotë që Erioni thotë që duhet inkurajuar, sepse nëse është ky rasti që po them unë, se ndoshta s'kan lidhje fare. Po nëse është ky rast, duhet inkurajuar sepse për sa kohë kryeministri dele thotë që po ushtrohet dhunë psikologjike jashtë zakonshme. Do të dëshmitarët të flasin apo jo? Po, atëherë duhet inkurajuar kjo zonja që pavarësisht dhunës që po të bëhet psikologjike nga Spaku kështu me radh, që ndrojt vërtetës tënde dhe mos u tërhiq. Kjo është versioni që sapo bëra progres. Si më kam një të vërtetë tjetër, prandaj. Ja pritet që jo ka marrësi ti. Unë kam gaburime shumë konfidenciale dhe që do faktohet, bëhet fjalë për bashkëshorten e një nga bashkëdrejtuesve të qendrës të cilën ka drejtuar bashkëshortja e zotit Veliaj, që është Arabeli, dhe për shkak sepse zotëria në fjalës ndihet shumë i kërcënuar, dhe gjithashtu ka pësuar për të së vërtetës. Cili zotëri? Bashkëshortja? Jo. Zotëria i cili ka qenë bashkëveprus. Ka qenë pjesë e Arabelit. Pra bashkëshorti kësaj Gertës. Po. Se s'kam informacion. Dhe me atë që unë di është që i ka thënë që ti, kur të pyesin, fol nuk jep se të mbash detyrimet e tjerëve, ose taksiatet e tjerëve, kusuret e tjerëve. Pra ti fol për veten tënde. Pavarësisht asaj që thuhet media. Në orën 2029, shtetasi Erion Velia bisedon me vllajën e tij Arbrin dhe e pyet si do shkojnë gjërat. Duke qenë se është bërë publike data e apelit, Erioni i thotë, ky më bet datën 5 mars, 5/3. Erioni i thotë që aty ke xhamia duhet marrë çik feedback. Se nuk po lidhet dot. Ka fjalën për bashkinë, po. Xhamia është bashkia. Xhamia e Tembejut është bashkia. Bashkia dhe i thotë me fjalë që çfarë ndodh aty brenda. Aty te xhamia. Printaria e se nuk po lidhet. Në orën 13:05 Erion Velia bizon me Arbrin, ku fillimisht i thotë, "Ore, se kishte para i redaktori atë sot. Ka ndonjë gjë apo më pas komunikimi vijon nga Erioni duke i thënë Arbrit se i duhet mbështetje redaktorit dhe duhet të jetë on, pasi ka dalë data e apelit 11 mars. Ky muhabet 6 ditë para apelit. Tani xhamia thot Marsidi është bashkia. Nuk e di ç'do thot Flogerti. A bëhet fjalë për të njëjtën gjë apo jo? Kur thot xhamia ka fjalë për bashkinë, aty nga xhamia nuk po ashtu thot. Xhamia duhet marrë çik feedback se nuk po lidhet duhet koduar, po. Redaktori është person i rëndësishëm për Velian dhe ai duhet të jetë on. Redaktori s'mund të jetë KM janë këtë rast sepse ai KM si thot KM. Vetmja e panjohur e madhe në gjithë këtë histori është ky redaktor. Pyeta. Dhe është një nga personazhet më fuqishëm. Tani dikush e përmendi në një ekran se ku e pa shumë. Më duket se fundo e tha. Fundo e tha, ai dyshoi që zoti Xhafaj. E tha te Peka më duket më. Po.
Më duke se ja tha te Syri Peka. TV, dhe Është Fatmir Xhafaj, tha, po. Po, dhe është pikërisht lidhja e fortë. Pse e quhet redaktori Fatmir Xhafaj? Ka reaguar dhe Fatmir Xhafaj. Çka ka thënë Fatmiri? Fatmiri ka bërë një çarçaf që Nuk është e vërtetë. janë thënë shumë gjëra për Fatmirin. E ka mohuar. Që është kontrolluar zyra këtej, jo po TTC-ja kjo, jo po atje ajo gjitha. I ka mohuar. Ka përgënjështruar në mënyrë kategorike. Okej, ja që e thamë, u tha dhe kjo përqin korrekt. Dakor, I thamë dyja parët. Ideja ashtu. Në atë fjalë kur thot ai që nuk po merret vesh gjë që po ndodh tek xhamia, e ka fjalën për shkak se u emërua zonja Ristani, veprimi i cili u pasu. Xhami për këtë xhami e ka, sepse Xhamin e Tembeut dhe pas xhamisë është bashkia. Po jo, pra, sepse është xhamia tjetër e re, që është përballë TTC-s. Kujdes. Dakor. Se po Xhami e re, pra? shik më lart përballë. Po them, Okej, rrugë po qartë. rrugë Elbasarit. Pra, nuk ju shkon në mendje kjo gjë. Ore, Fatmiri ka përnjështruar dhe ne e thamë sot tu për qenë korrekt me zotin Xhafaj. Siç jemi korrekt me zotin Veliaj, me të gjithë, sepse ne nuk kemi gjykat as prokurorie, kupton, ne jemi njerëz që thjesht hedhim dritë me ato që kemi në përduar. Që thot vetë Veliaj. Po, që thot vetë Veliaj. Tani problemi është ky vëlla. Redaktori thot Progreve ka drejt, është misteri pa parë, nuk dihet kush është. Nëse s'është Fol Rama u përfol. Po jo, pasi ai thot KM. Jo, u përfolën shumë emra që pastaj dolën që ai thoshte me emër. Kështu që tani kjo tjetra zyra, se kjo më duket një kështu mua tani. Zyra që është bastisur dhe kjo s'dihet gjë, dhe këtu është mister apo jo. Mister. Dhe një pull, edhe kjo është mister, nuk kuptohet. Vetëm Spaku i di këto. Mos janë fantazi këto, janë të vërtetë. Spaku edhe një mik i Gupit që merret me magjira. Ish mik. Nisë më varja, çon si ka, se cilin mbijeton tani, duhet gjej një mundësi për të mbijetuar, se shikosh problemi madh në këtë vend. Mbijetojmë duke sajuar është inteligjente po. Po dëgjoj Arianin, në mos harron që e vërteta nuk është asnjëherë absolute, ëh. E vërtetë? Ai ekziston si e tillë vetëm në sallën e teatrit. Dakor. Shiko, dhe magjia. Po mos kesh fantazi sot në këtë vend, dhe po të bësh një punë banaqesh, mbetesh dhe pa lek. Po. Robert. Mirë, po, edhe me magjistricat e Korçës nuk duhet më marrë, besoj. Nuk është jam dakord më serioze. Por e patjetër po e kalove masën, po e te prove, patjetër që të kthehet bumerang. Po na është të kesh sens mase. Por kam fjalën, nuk duhen paragjykuar më njerëzit. Jo, njerëzit e shkret themun. Por kanë hallë më burr. Por janë për bukën e gojës më. Po. Edhe kur e mendon që këto televizionet kombëtare i japin kaq shumë zë pikërisht këtyre teorive, që në fakt duhet ishin në shërbim të Erion Veliajt, po çuditërisht nuk janë. Ju japin këtyre gjërave zë. Janë. Janë, po ju japin këtyre gjërave zë. Di pse janë, se nuk flasin para për gjeneratorët, për shembull. Po. Kanë folur për çdo temë. Jo, për gjeneratorët jo. Kanë folur për. Jo, fare. Ne po flasim për këtë që po flasim tani. Çeko, më mirë të flasim për shtëpi pa drita edhe për falle sa të flasim për inceneratorë. Në këtë kuptimi që bëjnë një shërbim shumë të madh. Po, shërbim i madh kur thua që zyra kështu, zyra ashtu, pasi fakt. Ore, dëgjoj, përveç atij lart Ramsit, plot fuqishëm të tjerët janë vegla mortir, ti je dakord me mua kush. Në lloj forme dhe burgimi në Veliet. Ore, mjafton Ramsit mos u gjëm në këmbë burr. Arian. Cilat janë mish për top mortir flokë të kemi thënë këtë bashkë herë tani. Ja jemi dakord bashkë. Jo, në një vend. Unë mendoj që Ramsi ku kontrolli është duhet i hyj jo gjëm, po gozh nëse është për të hyrë. Mirë, problemi është kjo është ajo që duhet të ishte. Unë po them si jemi. Tani. Vazhdojmë përgjimet vëlla. Ktu përmendet kërkon bisedoj me Fugon, i thotë që Ajola duhet të shkruajë atij dhe i thotë që Elordi kanë kërkuar, kjo është perla dhe me këtë e mbyllim sepse janë pafund, me siguri fundu do ketë të tjera, e kanë nxjerr vetëm kaq tani, po. Ore, i kërkon data 7 tani, 7/3/2025. Kjo është perl, Floger, dëgjoj që këtë, Omarsit. I kërkon vëlla, i kërkon tani këtu është perla, se unë ka që dhe i njofë të Veliajt, ka njofë para shumë viteve, kupton, pa ai është. Ti ke ndihmuar dhe shumë, pavarësisht se ka qenë. Nuk kam ndihmuar gjë, jo. Duhej për emision dhe Emilia, nuk ka asnjë rëndësi, unë kam ndihmuar edhe njerëz tjerë. Këdo, shumë njerëz. Misioni im ka qenë promovim. Po. Dhe është akoma. Kështu që s'ka lidhje, unë promovoj çdo njeri, pastaj del kështu apo ashtu s'është më problemi im. Do ishte edhe ti në kazanin e atyre që tha Gupi. Jo. Dirigjonte Rama nëse Veliajt. E vetmi shansi im në këtë jetë është që s'kam qenë asnjëherë kontrolluar nga asnjë palë, prandaj jam kaq i qetë. Po pse duhet ju themi gjithë tjerëve që jeni, kur nuk e thot as Veliajt? Unë herë nuk ja them. Jo, ti jo. Fare. Ata që dalin. Po. Tani, në orën, shisa e bukur është kjo më burr. Dhe kjo është perla, unë them ta mbyllim me këtë. Mirë. Erion Veliaj i thot Ajolës se duhet bizdoj me kryeministrin, jo me të tjerë, si dhe kërkon që t'i thot që është gati të aprovoj dhe të tregoj 3 dëshmitarët që koka e tij vlen kaq. Çfarë perle. Këtë situatë kërkon ta bisedoj dhe me Fugon. Po kështu
i thot që Ajola duhet i shkruaj atij dhe i thot që Erionit i kanë kërkuar kaq, nga që s'ka pranuar të paguaj, është aty. E thot dhe shifrën, po dhe lexojmë poshtë. Në orën 11:09 minuta, Erion Veli bisedon me Ajolën dhe i kërkon që të bisedojë me kryeministrin dhe i thot që Erioni ka këtë informacion. Ti thot që për kokën e Erionit janë kërkuar mbi 2 milionë euro. O paguaj, ose do të marrin pagesën që ka bërë dikush tjetër. Pra, e ke parasysh se si sa bukur, çfarë perle është kjo, prandaj ky Velia, ky ka një dëgjoj. Ky është një dëgjoj sa bukur, më sa bukur sa jon më çfarë. Ky është vetë shtëpia pa drita. Po është perl, më është perl. Kam informacion të ja paguar 2 milion, tani kjo është. Përmend emra aty. Një sekond. Se do i thuash besoj. Prit, po do i them të gjitha. 2 milion. O paguaj se marrin pagesën që ka bërë dikush tjetër. I thotë që t'i shkruaj Edit të rast është Rama apo jo. Që për këtë gjë të dëgjoj arbrin e vogël, pra vllajin. Dëgjoti, më shih në sy të jo, marrësi se kjo është perë, për të lutem. Arbrin e vogël, ose maznikun, ose fugën, ose meron. Erion Velia i thotë se nuk ka çfarë të bëjë me këtë informacion, pasi ai është takuar me Alban Dokushin, drejtori juridik, Isuf Berberin duke se është Isuf Berberi çfarë është? Ky rrugëve? Duket se ngatrojon. Jo, ai ka qenë tjetër. Me ke ngatrojon, kush është Isuf Berberi? E ngatrojon atë të rrugëve që ka qenë. Tjetër ai rrugëve. Isuf Berberi është një ndërtues. Ndoshta. Po. Ose Isuf Berberi ndërtues. Po, ndërtuesi është. Po këtu, sepse se te Isufi ka pas, mjafti ka pas zyra të fillim fare te ndërtuesi. Ai është. Ka pas ato që e di Flogerti. Fufarmës. Jo. Fufarma ka kompani. Ja nuk e di, nuk Po Fufarma. Kush ky atë? Isuf Berberi ka Fufarma. Ndoshta. Kompani ka bërë një pallat diku atje te liçeni. Do t'ja vetëm një kuriozitet. Pritë, e mban më të uall si quhet ajo? Dhoma e luftës. Si thuhet në anglisht? War Roomin. Erion Velia është i pari që ka futur War Roomin në Shqipëri. Do t'jap një kuriozitet. Se s'ma dëgjove këtë më. E dëgjova pra dëgjova. Po War Roomin e di ku ka qenë? Jo pra. Te pallati i Isufit pra. Unë po t'jap një kuriozitet pra. Nëse ka një gjë që nuk kam asnjë dieni, edhe po s'ka nevojë të Jo, po është që unë nuk e di kur edhe se kam marrë vesh ndonjëherë se ku i kanë pasur zyrat mjafti. Ka pas disa zyra ata, po them një palë zyra që kanë marrë, ka qenë te pallati i Isufit që është fiks tek këta Maurithat, te shkolla e Urithave. Si quhet Maurithat se duke siguri i ofendojnë po. Ashtu ka mbetur. Te Gjerogjiku. Te Gjerogjiku. Ke parasysh pallati është gjithë me Gjerogjiku? Kam bërë shkollën aty. Bravo. Tani atje ka pas dy, po kjo është një detaj kot më i parancishëm se diku do i kishte. Jam i vogël. Po pra, dhe atje ka qenë, atje është ndërtuar War Room i parë në Shqipëri. E ndërtoi Velia vëlla. Rama ishte shef i madh, Këtë që po i bie bumerang sot. Këtë që tha Flogerti pak më parë, pra që ka War Room, Po është traditë në gjithë botën. Po është traditë, po këtu ka filluar në kohën e mjaftit vëlla. 2004. Bravo. 20 vjet. Kur ishte ky që merre me mjaft? Nëse ç'si ka, kjo ishte Sa vonë është opozita do. Kjo ishte nostalgji. Ti tani thua një mirë pra. Jo, sa vonë është, jo sa keq është. Tani i thot, dëgjoj sa bukur është kjo. Ti thot për kokën e janë ti thot që për kokën e Erionit janë kërkuar kaq e aq. O paguaj 2 milionë euro. O paguaj se të marrin pagesën që ka bërë dikush tjetër. I thot që ti shkruaj Edit që për këtë gjë të dëgjoj arbrin e vogël ose maznikun ose fugën ose meron. Erion Velia i thot se nuk ka çfarë të bëjë me këtë informacion, pasi ai është takuar me Alban Dokushin, Isuf Berberi dhe Myslim Murizin. Kush është takuar me Myslim Murizin tani? Më duket se është dikush i tretë aty. Plus thash pra Alban Dokushi, Isuf Berberi dhe Myslim Murizin. Jo, për te Dokushit më duket se është Berberi, Murizi dhe dikush tjetër. Jo, kaq ka mund të përgjimi vëlla. Është dhe dikush tjetër, s'ka rëndësi. Jo, unë kaq kam të. Dakor. Prit. Dhe i kanë thënë që koka jote vlen 2 milionë euro. Po. I Qullaf domos. I kanë qullaf. I kërkon Ajonës që të merret seriozisht me këtë gjë thot, kryeministri. Erioni gjatë bisedës me Ajonën është përsëritës thot. Dhe sërish i thot me këtë komunikim që t'i shkruaj kryeministrit që ka informacion të rëndësishëm për t'i dhënë, pasi Erionit i kanë kërkuar 2 milionë euro ose koka e tij, prit. Do ik për lesh. Kjo janë fjalët e Erionit. Po. Në orën 15:24 të po kësaj date, Erion Velia bisedon me Arbrin, që bie të jetë vllai, pra. Ky i fundi thotë se ai tha jo në mënyrë kategorike. Ai, kush është ai? Kryeministri bie të jetë. Po. Por nuk i kishte dhënë asnjë arsyetim. Jo, se Veliaj, pra ai thotë që Veliaj ka refuzuar në mënyrë kategorike dhe nuk i dhash asnjë arsyetim. Ja lexoj. Jo, pra në orën 25 Erion Velia bisedon me Arbrin. Ky i fundi thotë se ai tha jo në mënyrë kategorike. I bie kryeministri nëse po. Por nuk i kishte dhënë asnjë arsyetim. Erioni i thotë se bën mirë që e pyetën, pasi e di se sa shkon pazari aty.
Pra Erion i thotë Edi Rama e di sa shkon pazari. Po. Bën mi që e pyetën. Po. Ai është kandari, pra. Si ku të ikni ti jetoni? Në Kosovë, mërja kam 300 herë më në Kosovë. Jo, nuk është mbyllja kjo le dje jo, tani më erdhi kështu natyrshëm. Pyeta. Pse kanë interes publik këto përgjime kur dalin? Kanë sepse gjithë dyshimet e njerëzve në gjithë këto vite se si funksionon pushteti, gjithë kulisat, gjithë kulisat e pushtetit, gjithë bodrumet, gjithë urat e zeza, këto llagëmet e pistat të pushtetit, këto përgjime këtë bëjnë gjë të mirë shumë dhe për këtë vlejnë edhe që na vlejnë të gjithëve në fakt. Se konfirmojnë ato që njerëzit i thonë si tash e theme. Dhe në fakt, ja ku i ke. Kjo është gjë shumë e mirë, pra sa më shumë përgjime të dalin, aq më mirë është. Unë jam kundër atyre që thonë, jo pa pse i nxjerrin këto publiket. Jo, ato janë politika reale, ato janë politika. Nëse ka një gjë që nuk e vret, që nuk vret shoqërinë në përgjithësi, qoftë shoqëria ekziston, po individët veç e veç, në përgjithësi, një është transparenca. Transparenca shëndosh shoqërinë. Vetëm i bën mirë. Nuk bën asnjëherë dëm. Mund të dëmtoj, mund të marrësh në një plak të vogël, por në thelb është shëruese. Jemi dakord? Jam shumë dakord. E ka thënë Josef Fusheja në një Çka ka thënë Fusheja gjigande? Me Talleran. Ky ishte i fundit fakti i Ministri i Jashtëm i ka thënë ti e di mirë që politika reale nuk bëhet në podiume, në kongres ose në institucione, po bëhet në peshpëritje dhe në thika ma shpina. Të premten që vjen, domethënë jo nesër që është e mërkurse, nesër jemi prapë këtu, po të premten, se jemi prapë, jemi 3 javë të marrë, fillojnë sondazhet, sonketa në bashkëpunim me Zonë e Lirë. Pra Zonë e Lirë dhe sonketa, ose sonketa dhe Zonë e Lirë, do jemi këtu. Ky është lajm. Ky është lajm, fillojmë sondazhet. Ka filluar sondazhet ndërkohë ka një javë përpara, do jenë minimalisht 2 pyetje i do bëhen për të marrë vesh kush është kryeministri. Që do e kemi për të thjesht sondazhe, nuk kemi bërë lololo. Ke fut 100 gjëra të lodhin njerëzit, po. Pra kë votoni për kryeministër dhe do mundohemi nëpërmjet sondazhit të kuptojmë si dalin mandatet në 11. Në Tiranë do jetë pyetja kë doni për kryeministër, me që Rama është Tiranë, Berisha është Tiranë, të gjithë janë Tiranë. 11 qarqet e tjera. 11 qarqet e tjera do votojnë njerëz dhe fleta e votimit për të kuptuar mandatet. Dhe ky sondazh do bëhet në Zonë e Lirë, çdo të premte në orën 9 të darkës. Vetëm nëse ka ndonjë lajm i cili është vërtet lajm i rënd që ashtu, nuk do fillojmë dot në 9, do fillojmë pak më vonë. Dakor. Po në 9 fillon emisioni të darkës, fillon sondazhi që do jetë çdo të premte pra një herë në javë, se do një kohë ai përgatitet, deri në fund deri në 9 maj që i bie data e fundit që jemi në emision para zgjedhjeve, se 11 janë zgjedhjet. Pra të kemi jeta është heshje zgjedhore, kështu që po në jam asun të shtuar. Jo, patjetër, po them. Që i të premten e japin sondazhin e fundit dhe janë 5 sondazhe. Pyetjet janë njësoj, sepse do shohim dinamikën, a do luaj, do lëvizje elektorati apo jo, nuk do ndryshojnë pyetjet. Po. Është perl, mezi po e presim. Do vide personi, nuk po e them emrin sot për piraksi, kështu që mos ha me sy. Do vide personi që bën sondazhin në studi që ta pyesim metodologjinë për gjitha këto. Është sondazh që pritet marrin pjesë shumë njerëz, jo 1000 veta, dhe do votojnë dhe nga diaspora. Sepse është sondazh profesionist, e kam provuar unë në këtë emision para ca vitesh, i ra në kokë zgjedhjeve. Në atë kohë, zgjedhje lokale. Në 2019. Po nuk do e themi, po. Që do e presim. Unë e kuptova kush është, po. Po, do e presim. Edhe Flogerti e di, po ndoshta si vjen në mendje tani, po çon si ka, do e presim me shumë dëshirë. Them diçka për këtë gjën, se ky është super lajm, po për. A do vazhdojmë? Jo, vetëm një fjali kam unë. Po. Për këtë konkluzionin që nxorrëm, pra. Po, qartë. Unë jam dakord që transparenca vetëm shëndosh një shoqëri, por të gjitha këto përgjime kanë treguar edhe diçka tjetër. Lere titullin le dio mos e i titullin të lutem. Titullin lere. Të gjitha këto përgjime. Se kemi edhe 10 minuta emision. Të gjitha këto përgjime kanë treguar diçka tjetër. Që në shumicën e rasteve, ne, kur them ne, njerëzit në përgjithësi, mendojnë që politika bën shumë më shumë se ç'pam te këto përgjime. Po se ç'a bën? Tu nuk pash asgjë. Asgjë. Domethënë po të shija që Erion Velieti thoshte Ajolës që Edi Rama e di shumë i pazarët që bën atje. Edi Rama e di se nuk ka njëri në botë që nuk e di që në çdo sistem drejtësie ka korrupsion. Apo jo? S'është një sekret. Është tjetër gjë kjo, tjetër gjë të di pazari sa është për kokë vlla, që ta nxjerrë ose po më mirë, ajo është këtë e din të gjithë. Ajo pastaj është mënyrë të thëni. Pra tregon që gjitha këto ai po të kishte, a di çfarë do mundoj për shtëpi mua më, që do na dilte bixha neve, thonim ne ue doli. Qofse Erion Velieti do thoshte Ajolës që gjë,
Thuaj Edit A? që në qoftë se nuk më nxjerr të flasi me Dumanin, A? unë për këtë do janë nxjerr Bojën. Thuaj tjetrit që në qoftë se nuk është kështu, unë do them për ato miliardat e kësajt e ati që i kemi groposur të mali me gropa. Thuaj filanit, kjo do ishte që, qa kemi thonë në kafe. Nuk jemi akoma atje, po se zofotis do jemi. O, Fikir, është e njëjtë si kur të kapet në përgjim, ku dhe gjohën, Emiliano Shullazi, duke thënë në eksponentit tjetër kriminal, që Flogerti di shumë mirë sa kushton urdhri i vrasjes për X person. Ledio, plas pak këtë fabullën e dytë në ekran tani, se do shohim za video. Tani do janë shumë interesante, për të kuptuar pak personazhin që na drejton.